parlamenti dhe mundet jo, bravo, të kaloj. Përse Tiku kërkon prag për zgjedhjet, është pyetja në ekran zoti Lapaj. Misteri. Përse Tiku kërkon prag për zgjedhjet? Po nuk është se, domethënë kjo është ta kufizosh argumentin. Mirë, është tregës si ti thuash. Jam dakord, më nuk thash. Prandaj jeti këtu pra i tha elaborosh. Jam dakord, më është pra, flas mirë për këtë, Agronsheja që kisha në studio javën e kaluar dhe që e kisha më tha, po të martën isha më duket, apo të mërkurën, se mbaj mend, o të martë o të mërkurë. Tha, a i mendonte në fakt, dhe nuk është i vetmi që Lapaj tha, për mendimin tim, bile i vazhdon të Lapaj akoma, nuk e thot me lë, i kam thënë 100 herë, o Agron, e ka me lë. Pat keq që ka, pat. Po e di, po vlonjatës zakonisht, lën e bëjnë lë, vlla, gjithmonë. E kanë zakon. Vlonjat jam unë. Vlonjat është... Lën e bëj lë. Ti si e vlonjat? Jo, unë jam vlonjat. Unë jam nga Vranishti i Vlorës. Jo, ti e nga Progonati. Jo, unë jam nga Vranishti i Vlorës, pastaj ajo zone Kurveleshit, tjetër historisi kanë lëviz, ka dhe në Picar Lapaj, e kanë... Nuk e bëni lë? Lë. Ti thua bërë me qëllima i? Po nuk ka rëndësimës. Ti s'pjerdh nga këto, e këtë mirë të pjesë që ti nuk kompleksohesh fare nga këto gjëra. Dgjoj, ai më tha, Lapaj që është lojë e Berishës kjo tha vlla, s'ka mundsi, ose është naiv ta, ose bën lojën e Berishës. Po pse mor ti Agroni tash mendon kështu? Ai ka dalë hapur i thash unë, nuk kurse po e bëm fshehura. Si mundet tha një parti tha, sado kushdo i tjetë Adriatik Lapaj unë tha, të kërkoj tha, se mirë tha dakord tha, me që se i thash unë, se ka parë ky se ishte jashtë. Tash zotëri. Ai i thash unë, do vite unë, javësia dhe do na i thot i thash tamam. Ja sa janë pragjet reale në rrethet në këto zonat e tjera, përveç Tiranës. Në Tiranë nuk ka prag se ka shumë popullsi. I thash unë, Flogert. Po, dëgjon ti se. E ndoqja. I thash unë, pra pragu i thash unë ekziston dhe tani, bile është shumë më lartë se 4. Thash unë, pse ndrueni ju i thash, pse keni këtë merak? Tha, pikërisht tha. Dakor tha. Po me që është kështu tha, Adriatiku tha, po na thot tha që të vëm prag dhe Tiranës që s'ka. Jo, s'është e vërtet kjo. Po nëse se unë. Po si s'është e vërtet, po, në që se ndro sistemi, bëhet sa proporcional kombëtar dhe bëhet pragu 40%, do ketë për Tiranën prag, apo jo? A mund të ta shpjegoj? A s'do ketë për Tiranën? Të ta shpjegoj. Pragu kombëtar pastaj, është e gjithë Shqipëria një qark. Po pra. Le ta shpjegoj. Shiko. Unë sot, dhe në gjithë këtë rrugëtim, flasë si drejtues i një lëvizje politike që nga rezultatet e 11 majit është renditur forca e tretë politike në vend. Dhe më duhet të adresoj edhe vullnetin e tyre. Ne kemi marrë zgjedhjet e fundit 80.600 vota, nga të cilat 64.200 e ca të vlefshme, mbi 16.000 e ca të pavlefshme. Tani, po e shpjegojmë këtë punën. Nuk është vetëm çështje një sistemi që propozojmë ne që të ketë prag. Tani mund bjem dakord për disa gjëra? Si mendoni ju? I duhet vota jonë Sali Berishës dhe Edi Ramës për të miratuar kodin? Jo. Po ata i kanë votat. Pse më unë e kam në do? Legitimiteti. Legitimiteti, që thoni ju? Po, vim ta shpjegojmë. Tani, sa pragje ka Shqipëria sot? Mund të më thoni ju, zoti Flogert? Sot, me ligjin aktual, sa pragje ka? Ka një prag që të fillojnë të numërohen votat një herë. Pra, të marrim një shembull konkret. Po. Marrim Vlorën. Ti garon Vlorë dhe merr 10.000 vota. Për të dalë deputet të duhen 8.000 vota. I more 10.000 në Vlorë. Del deputet ti? Jo. Çfarë të duhet tjetër? Pra pragu i Vlorës është 7.5%. Tani përveç Vlorës, çfarë të duhet përveç 10.000 votave? A të duhet dhe një prag kombëtar 1%? Po, dhe ai. Që të shkosh 17.000 vota, 16.000 sa? Pastaj ne madje kemi dhe prag të tretë që kemi dhe këtë hersin e famshëm, e kemi patur. Brenda partisë ajo pastaj. Pra Arjan, më ndiq. 3 pragje. Sot, ishim me 3, jemi me... Sot, për të marrë një deputet në qarkun e Vlorës, pragu është, ja po ta gjejmë Vlorën. Ka ardhi përgatitur sot. 7.69. Shikoj këtu. Pra nëse ti merr 7.69% të votave në qarkun e Vlorës, ti merr një deputet. Por që ta marrësh të deputet, pra mirë, po more 8% atje, që ta marrësh, nuk të mjaftojnë vetëm votat e Vlorës, mo 10.000 vota. Duhet 1% që kombëtar. Të duhet dhe 1% që kombëtar. A duhen 18.000 që se votoj një... Pra të duhen 2 pragje. Pra sot kemi 2 pragje. Kemi një në nivel zone dhe një në nivel kombëtar, se këta thonë vetëm këtë kombëtari. Po që të arrish te pragu kombëtar 1%, duhet kalosh një pragun e qarkut, mor. Qartë. Atëherë po e marrim, më ndiqni me vëmendje.
Këtë i ke shpeguar ti? Jo, po dale në televizor, am ke thënë duhet i thuash gjithë. Bravo, këtë jemi dakord. Tani, qarku Vlorë sot e ka pragun 7,69%. Pra të marrësh një deputet, duhet të marrësh mbi 7,69% votave. Qarku Dibër e ka pragun 16,67%. Qarku Lezhë, për të nxjerrë një deputet, duen 12,5% e votave. Në qarkun Fier, duen 5,88% për të nxjerrë një deputet. Në qarkun Elbasan, duen 6,67%. Në qarkun Korç, duen 9,09%. Në qarkun Durrës, duen 6,67%. Në qarkun Berat, duen 12,5% e votave të nxjerrësh një mandat. Në qarkun Gjirokastër, duen 20% e votave, 20% pragu. Normal. Në qarkun Shkodër, pragu është 8,33%. Në qarkun Kukës, për të nxjerrë një deputet, duen 25% minimalisht. Janë dhe pak deputet. Tani, të lutem, në 11 qarqet që të numërova. Vetëm ndërhyrje, me këtë sistem po të bëjmë llogarinë, me këtë sistem po të bëjmë llogari, do ishin ndjekur 200.000 vota të tre partive të reja dhe Tom Doshi. Përse ja do kishte 87, për ja do kishte 53. Mbaroj unë këtë tani se ky argumenti është argumenti. Jo, është llogari tiku. Është llogari. Ky si ato delet shterp në vitin e 4 të tyre. Unë siguram argumentin të sistemun, ti po i bën këto lëvizje se dështove me protestën tash i thua këto. Unë sumuram me ty personalisht. Po dakord, pra unë them llogaria që po ti bëjmë kështu, del që do merret më shumë mandate. Ta mbaroj. Tani do të bëjmë debat apo? Po mirë të mbaroj këtë logjikën një herë, pastaj debatin. Të ngeli një pra. Po të them, Ora të ngeli një tjetër më në fund. Në 11 qarqe të Republikës, pragu si që pat është dukshëm mbi 4%. Tu jemi dakord me këtë që thot? A, është e vërtet kjo? Është e vërtet? Po. Po më ja ku janë? Tu s'ka debat. Vim në Tiranë. Pragu në Tiranë është 2,63%. Po këto nuk janë deklaruar në ligj këto? Pra pragu te ky ligj aktual që është. Është në raport me numrin e votave që marrin pjesë në. Po, shënohet për shkakun Jo, këto jo, ndryshojnë nga zgjedhje në zgjedhje, po këtu vërtiten. Plus minus. Po. Mund të jenë çik më të mëdha. Ky është pragu numri votuesve është më i vogël, mund të bëhen çik më të vogla. Për shembull, Kuksi për ta shpjeguar për njerëzit, Kuksi ka 2 mandate. Sa ishte Kuksi o Tiku? Tani 3 mandate, më fal. 25% dhe ky është Dhonti, është mandati i fundit, se mandati standard në Kukës do 33%, po ne kemi marrë mandatin e fundit, betejën për sipas formulës të Dhont. E kuptova. Nuk kupton? Është ajo Honti tmeshëm, po. Popullsi. Tani, di. cila është çështja tani? Siç e pat në 11 qarqe, duhen jo 4%, po duhen shumë se 4%. Mesatarisht 12. Duhen shumë se 4%. I vetmi qark që duhen poshtë 4% është Tirana. Po, se ka popullsi më të madhe. Ka më shumë votues. Po, tani, unë dhe ne nisu nga të dhënat elektorale, po të them që ne, zotri, në qarkun Korç, kemi marrë 6.000 vota, kemi marrë mbi 4%, 4%, 4 nuk e di, dhe nuk kemi nxjerrë mandat, no. Ne në Berat kemi marrë 7,6%, nuk kemi nxjerrë mandat. Ne në Fier kemi marrë 5,1%, nuk kemi nxjerrë mandat. Ne në Vlorë kemi marrë dikute 8%, nuk kemi nxjerrë mandat. Qartë. Pra ne kudo kemi marrë shumë se 4% dhe nuk kemi nxjerrë mandat. Dhe nuk përfaqësojnë 9.267 qytetarë në... Dhe në interesin të poj është që... Së drejtës, jo tonë. Por jam dakord më të... Tani, pse lufta është, të lutem, do jap ty fjalën me një. Ky sistem që kemi aktualisht i shërben vetëm atyre që garojnë në Tiranë. Për mua Republika nuk është vetëm Tirana. Për mua dhe ne, Republika është e gjithë Shqipëria. Se nëse ne pranojmë si të shëndetshëm sistemin aktual, i bie që e gjithë lufta e partive politike të reja u bëka të fusin 1 ose 2 mandate në Tiranë. Se në Kukës ti me 25% nuk ka birrënë të fus mandat me këtë sistem. Në rregull, tani, si do të adresojmë ne votën e qytetarit Kukësit, si do të adresojmë ne votën e atit Korçës, atit Fierit, atit të Lezhës, atit të Beratit, pse për çfarë hymë ne në garë, vetëm për Tiranën? Po nëse ti hyn në garë vetëm për Tiranën, atëherë nuk i shërben interesit Shqipërisë dhe ndryshimit të madh. Se që të mundësh Ramën duhen 51%. Si do e mundësh Ramën me 51% ku nuk mundot 4%? Dhe e dyta, nëse ty në këto zgjedhje dhe merr 3%, apo 3.5, apo 4%, dhe pas 4 vitesh, ti prap qëndron aty ose nuk merr më shumë se 4 dhe nuk rritesh, do të thotë që nuk i vlen interesit publik, se jeta është edhe në kohë. Se mos do presësh ti vitin 2100 që me ritmin e breshkës të arrin ndonjëri nga net e qeverisja. Ti në vitin 2100 ka vajt bari lis, edhe mua bashkë me ty. Këtu jemi dakord. Po je dakord, kjo është çështja. Tani, problemi është si do i përgjigjesh një ditë detraktorëve të tu që thonë
Që pse e vë Pragu dhe në Tiranë? Nuk e vënë. Të lutem. Po ti ke marrë këtë iniciativë? Jo. O zotëri, a ke propozuar ti? Jo. Shumë e rëndësishme ta theksojmë këtë. Po? Zoti Asimja me grupin e intelektualëve që morën një iniciativë, organizuan disa tryeza që ne nuk kemi shkuar. Nuk kemi shkuar për këtë arsye. Ne thamë nëse nuk ka një gjë konkrete, për çfarë ulemi? Dhe thanë na dërgoni propozime, jo vetëm neve, të gjithëve. Ne u ulëm, shkruajtëm një propozim dhe e dorëzuam. Po. Tani këta të tjerët, unë nuk e marr vesh. Çfarë punë kanë këta? Që rrinë e mallkojnë nga mëngjesi deri në darkë ne, ndërkohë që nuk shkruajnë një propozim dhe ta çojnë. Po ta shkruajnë morzotri dhe ta çojnë me 1%, me 2%. Unë do i ndaloj këta. Çka kam unë në dorë për t'i ndaluar këta? Ne e kemi çuar me 4 për 2 arsye. E para njerë që t'jetë i pranueshëm dhe nga palët e tjera, se nuk kemi i pranueshëm nga palët e tjera. Po se në fund ditës votat i ka PS-ja me PD-n për ta bërë kodin të Po çfarë interesi ka PS-ja me PD-ja që ti të hysh, që ti kesh më shumë deputet? Nuk është çështja të hyjmë, çështja është krijohet gara në funksion. Nuk e mbrojnë dot këtë sistem që është sot as ata që e bën mo. As Berisha me Ramën nuk e mbrojnë dot më këtë mo. Se mban erë mo, ka qelp dynjan ky sistem. Tani unë po të them, zotri, ne kemi propozuar një draft i cili po ta marrësh, se qytetarët duhet kuptojnë që kur bëhet një zonë gjithë vendi, probabiliteti që të marrësh vot rritet. Dhe sa e ka Kosova Pragun e dini ju? Me një zonë? 3 më duket? 5%. Sa e ka Gjermania, që e ka me lande, po lande të mëdha, sa Shqipëria një lande. Sa e ka, e di? 5%. Po Kroacia, e di? 5%. 3 Greqia, por Pragu Greqisë është në 4 zona. Një zonë e Greqisë është sa Shqipëria, mesatarisht. Dakor, e kuptoj. Nuk është një zonë elektorale e Atikës. Nuk është një zonë elektorale e gjithashtu. Jo, është në 4 zona, por një zonë e Shqipërisë është, Italia ka në 12 zona, po një zonë e Italisë... Pasha ka dash ta bëjë si Greqia. Një zonë e Italisë, Greqia ka një hall tjetër se ka primin dhe ajo nuk është gjë e mirë, po një zonë e Italisë... Primi që është që i pari i merr bonus mandate. 5% ju ajo? Po nuk është amo se nuk prodhon demokraci reale, më kupton. Në këtë fazë që jemi ne nuk është, ndoshta pas 20 vjetësh mund të jetë. Tani, a e kemi deklaruar kudo që Kosova ka një sistem, të gjithë e thonë, Kosova ka një sistem elektoral që përfaqësohet, ka debat, ka... Ky që kemi propozuar ne është sistemi Kosovës. Nuk e propozuam, po nuk e propozuam me 5, e propozuam me 4. Po pse ne nuk e quam me 2? Pse se quam ne aq të ulët? Do ishte egzagerim. Morzotri, duke qenë kombëtar, krijohet partia e gangsterëve të Jugut, që konkuron përballë partisë gangsterëve të Shqipërisë Mesme, e cila haj natë me partinë e gangsterëve të Veriut, se cila kalon pragun 2%, fut nga 3 mandate dhe në fund të gjithë ju pastaj do çoni do thoni more Adriatik, por ç'na bët more, e kishim mirë se na kushzon qeverisjen krimi zyrtarisht. Po pse tani me këtë sistem nuk ta kushzon thua? Unë këtë nuk e di sepse pra ajo që po të them është një gjë që krimi të fus deputet brenda partive aktuale dhe ti ke shans të votosh partinë tjetër, është një gjë krejt tjetër që krimi të kryoj partitë e veta, parti të veta. Ka tani në parlament krimi partitë e veta? Po krimi ka X dhe Y përfaqësues në parti, po të them edhe një herë, kjo është për të mos lejuar këtë mo. Me 4% nuk e lejon, është e vështirë. Krimi ka 2 partitë kryesore në parlament. Mund të themi argument se... Po them në... De facto po flas. Zoti Çani, po dakord. 2 partitë kryesore i bie që gjithë elektorati voton 2 partitë e krimit. Tani unë po të them tani... Se në këtë situatë... A do flasim me këm në tokë, mos e me përprava kështu gjithë ditën mund të them unë. Jemi dakord. Pra ajo që po të them është kjo, të lutem. Dëgjova në një nga deklaratat që thoshte që jo, se pragu për koalicione do jetë më i lartë. Te drafti që kemi propozuar. Ma thënë Arin Qori këtu në studio. Te drafti që kemi propozuar, ne kemi propozuar koalicione të kenë 4% prag, sa që është për partit. Si një mundësi që njerëzit ku nuk e kalojnë vetëm, të gjëjnë fjalën dhe ta kalojnë bashkë. Dhe e treta, ne kemi propozuar që shumë e rëndësishme koalicionet parazgjedhore, që në fletë në votimit çdo parti tjetë që u hoqen atëre, të jetë dhe më njëndë, të marrë votat e veta çdo parti edhe pse mund të jetë pjesë e një koalicioni. Pra bën 2 parti bashkë, qytetari voton vetë partina. Qartë. Dhe e 4-ta, ne kemi propozuar listat e hapura, që të ketë garë, që të ketë demokratizim të vendit. Tani ky është drafti që propozojmë ne. Më thoni dot ju mua dhe çdo qytetar që na dëgjon, si mundet të mos jesh dakord me një draft që e mesatarizon përqindjen e pragut në të gjithë vendin duke ulur në 11 qarqe dhe duke ulur dukshëm në 11 qarqe, dhe sigurisht që krijon një rritje të lehtë për Tiranën, por në rang kombëtar bëhet ulja totale. Po ti nëse nuk kalon dot 4%, po mirë more bëu me këtë, kalojni, bëheni bashkë. E po të gjithë kapurral në nga një fshat e në nga një parti, po të lutem tani, nuk ka nevojë Shqipëria për këtë.
të lutem, qa ndryshimin ka bërë ky parlament sot, një apo dy deputet të një partije që nuk kanë asnjë gjë në dorë. Tani, Të lutem, unë them edhe unë argumentin tim, sepse... Ta mbaroj, Ta mbaroj se s'o flasim më të lutem. Më thuaj një ligj të Edi Ramës sot që Edi Rama nuk e ka miratuar në këtë parlament. Më thuaj një nen të ligjeve të Edi Ramës që është ndryshuar nga debati parlamentar. Një. Zero, e di. Tani më thuaj një projekt ligj të opozitës që është arritur të futet në debat parlamentar dhe të miratohet. Zero. Po atëherë çe duam ne këtë parlament që opozita nuk ka asnjë vlerë? Opozita? Çfarë? Jo, këtu kemi debat ne. Jo, një sekond. Opozita me mazhorancën sot janë, ja, si kjo. Unë flas për... Mishi thoj, sistemi, parat, çdo gjë bashkë. Unë po them tjetër. Edhe ju jashtë. Unë po them tjetër. Ka më mirë. Unë po them që ne me votat që kemi marrë duhet kishim 7 deputet sot. Ato e kemi vullos gjithë. Po nëse ne pranojmë një sistem si ky që është, që thjesht adresoj Adriatikun aty të tjerë në parlament, apo ndonjë kryetar tjetër në parlament, dhe ndërkohë që nuk i ndryshon Shqipërisë perspektivën për të ardhmen fare, po hiç fare, atëherë këtu pastaj unë kam dyshimet e mia. Kush i shërben kujt? Nëse thon për mua që po i shërben. Jo, nuk i shërben. Unë të them që shikojeni këtë punë se ndoshta po i shërbet sistemit nga ata të cilët bërtasin më shumë. Unë po t'jap një informacion që do jo. Argumente shumë i sinqert dhe shumë koherent. Mashti një info dhe bëj replikën ti. Adriatik, do të të bëjnë nderin e jetës dy palët ty. Në kuptimin e narrativës, historia do t'japi drejt, ata nuk do ndryshojnë asgjë. Kaq kisha, po ta jap si informacion. Atëherë, ka më ndryshuar asgjë. Fare. Zero. Edhe Berisha nuk do të ndryshoj. Si ushi jo, më. Të vazhdojmë në sistem që jemi. Çat t'japi këtij. Po këto rekomandime do të bëjë odi apo s'kan lidhje fare këto. Shiko. Rregullojnë sa gjëra që nuk ndryshojnë thelb. Nuk ndryshojnë thelb. Ky është thelb. Kur nisa unë me ekipin të Berisha nuk e pranon këtë propozimin të? Kur e ka pranuar më publikisht. Atë, o Flokret. Në dietën time. Kjo është loja më burr. Jo, Adriatik. Një sekond. Ai nuk e pranon. Atëherë ja le Ramës. Rama pastaj ja le doktorit për gjëra të tjera. Ne kemi në dorë vetveten. Qartë. Ne kemi në dorë një herë ta çojmë. Ne kemi kërkuar që dakordësia që do bëhet një marrëveshje dakordësie të ketë në tekstin e vet draftin dhe shënimin në fund që ky do të jetë drafti zyrtar që propozohet nga opozita në tryezën e reformës. Kur do ndodhi kjo? Nëse konkludohet këto ditë. Dakor. Tani, nëse konkludohet. Tani më shumë se kaq ne nuk kemi çfarë bëjmë. Kush negocion me nëmjet kush ti vet që je kryetari i partisë? Jo, unë s'jam marrë fare, negocion sekretari i përgjithshëm zoti Elton Laska, avokat Elton Laska. Me kë po flet ai në PD? Jo, po flet me, nuk kemi pas kontakte në PD-n, ndërmjet si është grupi intelektual. Është Ermanasimja që po e koordinon të gjithën. Po. Marsit momenti jo, sepse erdhi fundi i emisionit. Shiko, në logjikën time, në gjithë botën, numrat si mjete epistemike kanë një të vlerë. Pra njëshi është njësh, si në Indi, si në Kinë, si në Shqipëri, si në Greqi, si në Itali. Nuk ka njëshi i Shqipëris me njëshin e Italis të jetë ndrysh ose me vlerat e tjera. Duke kapur logjikën e vlerës 4%, gjithmonë duke legjitimuar argumentin me idenë që mos preashtojnë të veçlit, tani edhe luanët edhe ujqit, po të jetoni me logjikën e derës, që s'do e tajnë mirë se do e tajnë bari, bjetë në gordën. Kështu që të fortët nuk mund të pretendojnë të zvoglohen me idenë që të respektojnë doptit. Dhe demokracia ka pikërisht vlerën tek forca numerike. Pra demokracia funksionon dhe është tirania e shumicës. Përthyra që është bërë demokracisë nga post-strukturalistët është që janë dhe minoranca dhe duhet respektojnë minorancat. E din të mirë. E din që të mirë, dhe tash ka dalë ideja që është edhe me konstitucionalizmin që duhet të bëhen minorancat. Dhe kështu përfundojmë tirani minorancas. Pra me idenë që të respektojnë më të vegjëlit, duhet të shkurtojnë më të mëdhenj. Se kjo, jo, demokracia është kush merr më shumë vota, kush ka më shumë forcë, ai komandon. Është dakord me këtë. Jo, dali sekond, ta përfundoj. Po ta kapin tash me vlerën 4%, ti ku është në paradoks, se me 4% ti do të merr si mandat. Me vlerën 4% sot. Mund të përgjigj. Po prit, se ka qenë në koalicion dhe Tiku ka marrë 6.000 vota. 3.000 vota i ka marrë në koalicion me Nismë Thure nga Partia Ende Shabanit. Dhe po ta vesh me vlerën 4.000, po i ke numrat. Dhe po ta vlesh me vlerën 4%, ti mund të marrësh në Kukës 5% dhe në Tiranë del me 3%. Dhe s'merrat si mandat. Pra duke vënë logjikën, duke vënë logjikën e 4%-shit, kjo njërë në radhë parë është luftë horizontale, sepse duhet se s'bën të bësh një koalicion me një parti më të madhe, dhe vetë po niset nga pozitat që ka qenë Tiku Zjedhe dhe kalume nuk do kishte mandat. Atëherën kjo, duke nisur nga shkolla skeptike me qenë se ke qef ta lidhë me antikitetin grek, dhe shkolla pikrisht e skeptikëve Piros të Eleas, 320-270 para lindjes Krishtit, ai ka qenë dhe në ekspeditat Aleksandrit, ai thoshte nuk ka asnjë të vërtetë absolute, ishte kundër ideve të vërtetave absolute, dhe thoshte duhet jemi skeptikë ta pezullojmë mendimin, sa ajo që është e mirë për ty, mund të jetë e keqe për dikë tjetër. Kështu që s'ka ndonjë kështu
procesi duhet jetë vërtet absolute. Në këtë kontekst, ajo që themi është kjo që duke qenë se ky sistem i dha mundësinë partive të vogla, fakti që ti fut në lojë koalicioni mua bën tim skeptik që ti jetë marrëveshje ose je në një lidhje koalicioni me Berishën. Dhe do t'i preashtosh, do të bësh luftë horizontale me Partinë Mundësia dhe me Lëvizjen Bashkë, ti nxjerrësh nga loja pikërisht për të faktorizuar vetë. A mundem? Interesant është si. A mundem? Tani, dëgjon. E kupton cilësinë e analizës të grupit vëlla? Shumë, edhe unë i thash drejt në disa pika, po duhet i jap replikën për pjesën që jam dakord. Po këtë të fundit, je dakord shumë? Jo, nuk jam dakord, ja po ja jap replikën. Po si më, çdo njeri e mendon këtë gjë. Po mirë, Iku do të bëhet bashkë me doktorin, të zgjidhësh lojë gonshën dhe arrin doktorin, s'ka gjë. Është emerim. Ta mbaroj. Iku do të bëhet bashkë me doktorin. Është politik. Atëre Politik. I duhet që kur shkon në Fier te 9267 votuesit e vet, tu adresoj që po lufton fort që votat e tyre në vazhdim të përkthehen në përfaqësim politik. Edhe kjo qëndron tani. Kur shkon në Berat te 6200 votuesit e vet, duhet tu tregoj që ka luftuar fort dhe ka bërë çdo gjë ka në dorë që vota e tyre të dëgjohet herës tjetër. Kur shkon në Lezhë te 6000 votuesit e vet, në Elbasan 6000 votuesit e vet. Mos i merr të gjitha. Merat, në Vlorë te 6200 votuesit e vet, në Tiranë te 7000 votuesit e vet, 17000 votuesit e vet. I duhet ta adresoj këtë problem, se ata ma kërkojnë mua, dhe unë në politik jam së pari të dëgjoj ata që më kanë votë besuar. Edhe këtu jemi dakord. Tani vim te argumenti që tha Gupi. Po. Shiko. E para njerë, unë të garantoj ty që nëse në zgjedhjet e kaluara do të kishte qenë ky lloj sistemi, ne do të kishim marrë shumë vota. Për këtë ti je i bindur. Pse? Shifra tregojnë gjë tjetër. Nuk është kjo pyetje. Të përgjigjem unë tani. Si i përgjigjesh? Po pra, do përgjigjem, do vi unë atje. Se pati ora më do bjerë gongu do të emisionin. Ne kemi marrë. Ajo është pret audienca. Ne kemi marrë duke qenë se në Kukës do 25% të votave. Po ti pranojmë këto hiqi, kaloj gjitha këto. Të lutem. Pezulloj këto dhe mu përgjigj këtu. Pezulloj. Je përgjigjen. Po ti përjashtosh nga gara partitë e tjera treja për faktin që desh koalicion me Berishën dhe ve këtë pra 4%. Ja, avokat, si e prokuror. Jo, avokat. Dale. Se është i senatit. Nga që jam avokat, nuk të ishtë bësh televizje. Pra, ta shumë vëmend. Dale. Edhe pedagog tek Barleti. Jeni të ngjashëm. Po tani më dëgjoj. Jam edhe pedagog të Universitetit Barleti, çaron ta thot. Qytetarët e ndershëm të Kukësit. E dinin që Shqipëria bëhet i duhej 25% e votave për të nxjerrë mandat dhe çfarë bën? U stepën dhe i dhan vetëm 1% të votave. Ata të Beratit që ishin të bindur që për shkak të numrave në Berat do të dilte, i dhanë në Bashkinë Ndimal 15% lëvizjes Shqipëria bëhet. Tani ma shpjegon do ti mua si ka mundësi që në Kukës 1%, në Dimal 15%, si ka mundësi që në Dibër që është qark i vogël 1%, ndërkohë që në Konispol në qarkun e Vlorës 13%, në Saran 13%. Jeve përgjigjen, cila është? Përgjigja është kjo. Sepse elektorati në qarqet e mëdha ka pas bindjen që mandati merrej dhe e ka dhënë votën më lehtë. Ndërkohë në qarqet e vogla për shkak të fragmentarizimit, ka menduar që vota do më shkojë dëm dhe kështu që sa do i mirë është Adriatiku nuk po e jap. Me një zonë gjithë Shqipëria, si ai në Kukës, si ky në Tiranë, si ai në Konispol, janë njësoj dhe ai që do të ta jap se e di që do përkthehet në edhe diçka, edhe unë pëlqej logjikën e etikut, po do jap një këshill. Do ma loj se kam kjo më prit. Pra në interesin e tij politik është saktë. Dakor, prit pra interesin e tij politik, po ka një paradoks. Nuk përgjigjet por jo përgjigjem tani. E fundit, ja do të përgjigj vetëm të jap një këshill para se të më japësh përgjigjen. E bëre një koalicion dhe ngrej goditje poshtë brezit me Indër Shabanin. Doktori është tjetër kalibër. Nuk t'jep goditje ku mund dalësh i gjallë, t'jep goditje fatale po futen koalicion. Kështu që ki kujdes nga misht, ki parasysh kur futesh koalicione me kë futesh, sepse mund përfundosh që gropën që jap tjerëve mund biesh vetë. Sepse puç Rama Kosta Gupi, por në fund Tu që Ermala Sim ja mund t'i dha gjendi doktorit që po ju hap gropën. Kujdes me negocimin. Nuk ka lapa i Berisha, harroj. Sipas Gupit, partia e vetme që i ka pas vota në zgjedhjet e fundit për të kaluar pragun vet, u dashka të bëj koalicion me një tjetër që të kaloj pragun. Pra ti thua nuk do bësh koalicion. Unë po të them qartë, ky sistem, të lutem, më dëgjoj tikun. Ky sistem është mundësia më e mirë, realisht, jo për ne sot. Se ne po nuk e kaluam 4% që nuk jemi për këtë punë, edhe si jemi. Edhe këta tjerët. Po pse mos e kalosh dhe 25% në Kukës? Është mundësia, tani prava me mbret mund të themi gjithë ditë. Kaloj, i forti do të bëhet i fort. Kaloj edhe 25%. Do ma lësh tani se, po ti po e di si kalohet, bëj një parti e bëj, o bure kalohet. Pa merak, po do vi dhe mua koha i dole 15 vite me i da bërë parti. Ti bëj dhe 15 vite do e kryojt në një parti. Atere besoj 15 viteve të mija se nuk janë krejt pa eksperiencë.
Mos shit rasthin e një njeriu Dakor, se cili ka fatin në vet. Tani, Çuna, pse nuk gjeni rrugë në përbashkët të bashkoheni, më po doni të bëni partie. Na duhesh dhe ti, na duhesh dhe ti. do ma lësh ta mbaroj. Ai shikon si beson ta vazhdimit, nuk ka pirë Selita. Do ma lësh ta mbaroj. Se s'ke piroj fare. A do ma lësh ta mbaroj? Si beson nga Po e ashtu. lini të flasi, vlla. Shiko. Ky sistem që propozojmë ne Që është gubjov, kaloj tani. është një shans që i jepet politikës në Shqipëri, që ku ma gjend të miratohet, që i jepet politikës, Është vetë si doktorit, s'piuj. ma si që është frikë. E diç, Djem të ri, gaze, are paç. Jo, më po di çka humor ka ka. dhe i herë. Ka një humor. Unë jam i lumtur kur qeshin njerëzit po. Do me thënë, unë dua të bëhem si ata që A mund t'i përgjigjesh? Nuk qesh dot gjithkohë. A mund t'i Po se përgjigjesh? ke dhimbjet e shqiptarëve mbi supet ti po. Do bësh koalicion me Berishën apo jo? Unë u përgjigjem. Jo. Ne jemi vetëm një parti që në bazë të rezultateve të fundit kalojmë pragu. Zotri, dashur po dashur me një logjikën e fortë që ke ti, të bie argumenti. Jo, nuk mbie s'pak. Po s'do bëjmë me Berishën, po ta thot më burr. Pra nuk kam plan fare të bëjmë Po Berishën. pse e fut koalicionin pra zgjedhor? Ja, po Do ta të them vetë unë, Berisha. sepse heqja e koalicionit parazgjedhor është krimi më i madh elektoral që ka ndodhur këtu. Po pse duhet të besojnë kur thanë zgjedhje që ne jemi ndryshe, ata të tjerë donin që ishin ndryshe? Uzim për një mandat. Se duhet t'i besoj? E kupton çfarë thotë ky sistemin. Edhe ajo që thotë është retorik. Po avokati Kjo është retorikë. ai po bën avokat. 2008 dhe heqja, jo, 2008, jo, një sekond, 2008, s'kam fol fare. Hajde bëj zhurmë, Një sekond. Hajde. Bëj zhurmë të gjerë, bëj zhurmë. Se kjo logjika Jo, se bie ke gabim, jo vazhdo. Kjo logjika Mbaron për 5 minuta emisioni. Jep ta them një gjë. Jep. Kjo logjika që thot Marsiti se Se nuk piuj më burr. absolutja, relativja, minoriteti, demokracia, kjo nuk vlen. Pse? E para fare, po nuk vlen për ata nis. Demokracia s'është tirania e shumicës. E para fare. E dyta, nuk është as tirania e minorancës. E treta, jo po jemi strukturalist apo post-strukturalist. Nuk vlen as kjo. Pse? Në 2008 është Jeri aposht. Po pra po, ja ta them unë si idhet. Në 2008 është ndryshuar. Duke rënë vetë poshtë. Është ndryshuar kushtetuta. Në 2020 me bekimin e amerikanëve u ndryshua sërish kushtetuta. U hoqën koalicionet. E njëjta gjë ka ndodhur në Bosnjë. Kjo lloj gjëje i jep Partia Socialiste në tavolinë zgjedhjet. Dhe Partia Demokratike e dinte shumë mirë këtë lloj gjëje. Tani po bëhet një gjë shumë e thjeshtë. Duket sikur po të shkosh me PD-n je me zgjebe. Nuk je me zgjebe. Edhe sikur të bësh koalicion me Partinë Demokratike. Ermal Asimja ka drejt, Altin Gjeta ka drejt, ky ka drejt, çdo kush ka drejt. Altin Gjeta kush është? Ai një nga intelektualët që është nismëtar të kësaj lloj gjëje. Dakor. Ne po shkojmë në front. Fronti për të mundur pushtetin zgjerohet. Në qoftë se në 2013 tha do të marrim të gjithë qelpsirat, sot do marrim gjithë virtytshmit kundër pushtetit. Të gjithë të virtytshmit, të gjithë intelektualët kundër këtij pushteti që varfron dhe vjedh. Që do të thot pak a shumë. Kjo që thot Lapaj është shumë e drejtë. Në qoftë se ti afron, bëhesh një zonë zgjedhore. Në qoftë se ti shkon në qoftë se shkon dhe përafrohesh me Kosovën. Në qoftë se ti ndërton të njëjtat parametra, në qoftë se ti hap garën për këtë lloj gjëje, në qoftë se ti shkartis letrat për këtë lloj gjëje, nuk merresh me post-strukturalizmi, merkantilizmi e trampizmi etj. Hap garën për veten tate. Kjo është çështja. Ne vjo pika për Stevi. Pika për Stevi në plak kriz. E gjetë deputetin e dytë. Merë. Ashtë i madh. Ja, desë të shpërthimet e këti unë, i dua shumë. Sa i mirë që është, marë sa e dua këtë djallë mërdi. E kam shumë gjangë të njeri, Shpërthimet e ti janë genuine, janë pa para. Po vlla, Po të qarë perle. unë di them që ti ku gjeti deputetin e dytë. E gjete. Ti ku para sa më fillim, paketë e marrave të mbetet për njërë tjetër, kur të mblidhin filmat e referendumit. Është e rëndësishme vetëm këtë. Ditën e shtunë, vetëm kaq. Se do të bëj një pyetje tjetër. Vetëm kaq e marrova ditën e shtunë. Po? Në orën 11 paradite, te kua e sahatit përballë bibliotekës kombëtare të Hyrja Sheshit Skënderbej, ne nisim aty procesin kombëtar të mbledhjes së 100.000 firmave. Po janë firma prej vërteti këto. Me kartë identiteti me të gjitha. Po, janë firma që do të çojnë në KQZ dhe ne e provuam një herë që dim ta bëjmë me ligjin për diasporën, për votën e diasporës. Për referendum. Po mlodhën 50.000 për një, 50.000 për tjetrin, Shqipëria vitin tjetër për shembull, unë të parin e kam firmos te liçeni, dytën do e firmos atje kam qelluar kur ka rënë. Kur do nuk je i keq, kur do. Kur do nuk je. Po çfarë do bëhet qëllimi pra? Erdha le. Ligji është, referendumi është për herë të parë që pas miratimit të kushtetues në 98-ën. Ne i propozojmë vendit që të shkojnë në referendum për të shfuqizuar ligjin për paketën e maleve që ka nisur të vjedh pronat lart e poshtë dhe 2 ligjin për investime strategjike që është ai ligji që prodhon gjitha këto konfliktet që merren njerëzit zvarr
nga Rioli në Nart, e nga Thethi shumë shpejt, e deri në Tushemisht, ku do nisi një gjë shumë shpejt. Në rregull? Dakor. Dhe ne duam ta shfuqizojmë për ta ndalur këtë babzi. Çani, vetëm për locationin kisha një sugjerim. Location e kujt Ledio? E mbledhjes firmave. Niste, po, të lutem, po. Se aty ka vend, pra banor lokal janë vetëm këta të projit psiqik. Dhe pjesa më e madhe, 90% e njerëzve që kalojnë aty janë turistë. Kur është vendi ishte? Në vendi ishte vendi tamam? Te Sahati. Te Sahati. Kanë vetëm turistë, kanë shqiptar. Te Sahati ti si? Pra janë vetëm Tirana turistë. qendër mo. Po. Edhe projit Se psiqik. shesh Skënderbemi. Ditën e shtunë, në orën 11 para dite, nisim aty. I pres të gjithë qytetarët të vinë të firmosë. Po mos e kam mirë Ledio, mos u kush vendi. Po ky është një proces që do zgjash 6 muaj dhe unë si Adriatik do jem O Ledio, nuk ka ku shkon. do jem në 61 bashki dhe në Tiranë do të jem në çdo cep të Tiranës vet, ditë për ditë nga mëngjesi në darkë. Po t'ishte gjallë Gjimgjuzi do vitë. 12 orë në ditë. Po do dalësh vetë apo? Vet, siç më pan vet për firmat për ligjin e diasporës, do mbledhim 50.000 firma dhe do jem vet në stenda. Ne do hapim disa stenda, por në një prej stendave çdo ditë do jem vet, nga mëngjesi në darkë. Po t'ishte gjallë Gjimgjuzi, Po? do vinte veti pari. Kush është Gjimgjuzi? Ai që shiti Sahat në Tiranës. Po ai që do të shes Sahati, po çfarë perde. Është Ma bëj push. çka pyet çka kishe që më. Jo, pyetja fundi ishte kjo, po e dua në pak sekonda për gjithë. Po, gjithmonë. Se pyeta dhe Arlin Qorin. Nuk e di, e pyeta e Gonshen? E pyeta dhe Gonshen go. Ne do të pyesë ty. Po. Adriatik Lapaj, kryeministër. Sa do më taksosh, pra sa do jetë tatimi im mbi të ardhurat, pra mbi rrogun dhe të ardhurat e tjera. Po le të themi mbi rrogun. Atëherë, Dhe këtu nuk flas për veten time, flas përfaqësoj në familje, autorizohem vetë të përfaqësoj, rreth 25-30.000, nuk e di sa janë fiks, ti du të kesh shifra më sakta të shtresës mesme në Shqipëri. 32.000 afërsisht 32.000, janë profesionistë të lirë që kanë. Mund të më thuash tani mua prej 2013-2014, mua dhe gjithë tyre mira njerëzve që marrin rrogun mbi 1.3 në muaj, paksohemi mbi atë 1.3-shin, paksohemi 23%. Pa po ti jesh mbi 1.3 në muaj, është progresive 23%, është fundi. Ti kryeministër, do më taksosh më pak apo më shumë? Nëse unë do jem kryeministri i Republikës së Shqipërisë, ti personalisht dhe të gjithë ata si ty do të taksohen me taksë fikse të shesht universale 10% për çdo gjë. Miq, takojmë nesër. Dale. Jo, po ishte super përgjigje. Më lër, se kam edhe një gjë tjetër. Po. Pra nëse do flasim për rrogën tënde, 10%. Po. Të gjitha të tjerat universalisht 10%, me shitje shtëpie, me çdo gjë, me qira që marrin çdo gjë. Po. 10%. Po. Ndërkohë, nëse do të kesh biznes të vogël, me xhiro deri në 200.000 euro në vit, taksimi jo do të jetë zero. Faleminderit Adriatik. Unë do të jem me Marsidin, me Sebastianin dhe me Flogertin, zonja Zotrin, nesër sërish në studio. Falenderoj Adriatik Lapaj, nga Shqipëria bëhet që më erdhi sonte, u kënaqem shumë. Bashkë takohemi nesër, deri atëherë para sa mbyllim Adriatik. Edhe ju miqtë mi po ju ftoj sonte, nëse mund të keni një lloj A mund të mbyllim të emision sonte me heshtje, pra pa folur për disa çaste. Jemi dakord? Jo. Ajo është tjetër gjë, ajo është. Ajo është për të mos thënë sa gjëra që njerëzit i kuptojnë. Ndërsa tani po propozoj diçka tjetër. Me heshtje. Dakord? Po. Vetëm se nuk e di ka Ledio mundësi për shumë të na nxjerrë të gjithë në ekran, me që jemi 5. Ja sa të pidhi çikuj se lita unë. Ai spiu, Sebi piu e peqa fjalimin bajde? Eliksiri magjik, po të pinte do fliste dhe ai se Sebi. Dhe ka drejt gupi. Ledio, na futo të gjithë në ekran plak? Ska gjë, ju ndjekun herë pas here. Atë ujnë, Sebi, ujnë meneshi këtu afër vete se na del para, da dalim më mirë këtu. Dhe mbyllim me heshtje Adriatik. Dakord.